Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E papritur, Selvia merr një tjetër vendim drastik pas vdekjes së shpatit. Prej ditës kur u nda nga jeta Shpat Kasapi, jeta e Selvijes ka ndryshuar rrënjësisht. Me dhimbjen që e ka coptuar, ajo ka qëndruar larg kamerave, larg syve të publikut dhe larg çdo zhurme që i kujton tragjedin. Por mbrëm, për herë të parë ajo ka marrë një vendim të madh, një hap që askush nuk e priste dhe që ka tronditur të gjithë ata që e kanë ndjekur historinë e tyre. Sipas burimeve të afërta me familjen, Selvia ka deklaruar se do të ndryshojë jetën e saj dhe të djalit, duke marrë një drejtim krejt tjetër nga ai që kishte me Shpatin. Nuk dua të jetoj me faj, dua ta nderoj Shpatin në mënyrën që ai do të donte. Burimi që një nga afër bashkëshorten e Shpatit tregon se vendimi i saj vjen pas disa ditësh reflektimi të thellë. Selvia është e shkatruar, ka ditë që flet vetëm me fotografinë e Shpatit. Ditën qesh me djalin dhe natën qan, por ajo na tha, nuk mund të lë jetën në gjysëm. Ai donte që unë të isha e fortë dhe kështu që unë do të vazhdoj përpara. Sipas informacioneve, vendimi që ajo ka marrë është i lidhur drejt për drejt me të ardhmen e djalit. Selvia ka vendosur që të largohet nga Shqipëria, një fillim i ri për djalin. Por ajo që na ka habitur më shumë janë fakti që familjarët e Shpatit nuk e kanë mbështetur në këtë vendim për largimin e saj nga Shqipëria. Ky është një hap i një nëne në pikëllim, e cila e ka përshkruar si momentin më të vuajtshëm dhe më të dhimbshëm të jetës së saj, pikërisht humbja e bashkëshortit Shpat Kasapi. Nga ana tjetër, nëna e Shpatit ka qenë në një gjendje të rënduar këtë ditë dhe ka reaguar her pas here aq sa ka mundur.